Komuna përbëhet nga 5 fshatna: Hajmeli, Nën Shati dhe Ulet, Pashambi dhe Pistulli. Sikudo, fenomeni i gjakmarrjes rezulton të jetë i pranishëm edhe në komunën e Hajmelit. Është trajtuar me 2 standarde. Me ligj dhe me kanun. Deri tash inkompetenca e shtetit i ka lënë hapësinë të funksionojë kanuni. Jam izolu men komplet. Unë dal dërë të porta. Janë e gjakmarrin, që është problem. 30 banë prej. Në qishë 2012. Zakorim ka lënë merë, ligjim ka fut në burg. Do të vepër ligjin këtë drejtim. Nuk është problemi me të arrestu, me të vu pragat. është problemi, zhjith problemet. Jana 30, djallën kam të smurë, gruna kam sakat. Se se shpuna me bo vegjësiu, që unë mund bëj shishletë e vegjësiu. I kam shu njerëz, nuk ka për nuk. Mos përnimi, vi bishetëve, mund matë një gjohë prapë. Se kana problemi para prejt në punë. Jo se mund n'ollë nese mund n'ollë disha. Djali, është i dënum, 20 vjetë. Fëmin në burg, edhe unë i dënum. Unë nuk më rripa pa djali. Sukur së muha mund do iku, do dalë. Da më vrasë, dhe në vrasë. Aja që ka përbën çudi është se në fshatin Pistull, ky fenomen nuk ka ekzistuar kurrë. Është ndoshta rast unikal për gjithë verun e Shqipërisë, si në një fshat mos ketë një fenomen të tillë. Prej ardha e pisit është prej pisit Ulqinit. Kur kanë ardhur shefte, kanë ardhur 8 shtëpia. Mënej kanë ndërhek edhe 3 tera. Kanë formu fshatin Pisull, edhe tanë jetën kanë pas marrëdhënie shumë të mira me ata, sikur që i kanë lënë atje, i kanë vazhduar edhe këtu. Kanuni nuk është njoftë, vetëm na njoftë urtia me gjitha. Urtia a kanë dominantët e na. Në pak nësi e momenti që mund ketë nëllë, kryeplaku që kryeplesi ka pasi, pushtet ka pas gjithmonë. Edhe kryeplaku bashkë me priftin i kanë eliminu në vend, edhe kështu që ka shku punë mirë. Aja ka janë vrarë këta njerëz njerë, kur jo. Pra gjakmarrët e na sa kenë.
Fshati Pistull përbëhet nga 860 banor. Pjesa ma kryesore si s'ka gjakmarrje është lidhjet si kanë në mjet komunitetin në mjet njëri tjetrit. Kanë marrë nuse dhe kanë dhënë nuse te njëri tjetri. Ne njohim kanunin, por nuk kena pas nevojë me apliku si fshat. Motër Kaleta, fshati jon, edhe të partë tonë, se aja është 86 vjeqe, 86 vjeqe, i kanë thënë Nana Marije. Aja është Nën Tereza e fshatit Pistull. Të kam marrë në vjetin 1946, jam kënë 17 vjeç. Ky popull këtu, me thënë drejtën, është kënë shumë i dashur njëri me tjetrin. Edhe nuk kanë pas një trënditje të fortë, kështu që me pas, si me thënë, një gjakmarrje kësi punësh. Për mi të ana i qmëj se mu herë për vedi më kanë respektu shumë, e nuk kam pas kur një fjalë për i tyne. Kishin mujtë kur dhe herë me në qitë në të lashe. Për këtë punë më ne ka influencu edhe gjakmarrja, se kur ti është i paqët në shpirt një mene, pa tjetër më ne edhe nuk e si shkëllnat gratë që mua caru deri në gjakmarrje. Ju urojmë të gjithëve, jo veç katonëve për rreth, por edhe marrë Shqipnisë që mos të ketë gjakmarrje. Kejnë gjithmonë praninë e Zotit, kejnë dashnin me njëri tjetrin, e t'jenë taft me i rritë këtë fëmijë e këtë rini, ashtu si urdhën Zoti.